Ndërkohë që në Kosovë ka një lloj liberalizmi, po t'i vëmë re në komunikimin e përditshëm ato përdorin një çik. Ndërkohë në rrjetet sociale, atëherë na rezulton që është e kundërta. Pra ne shajmë më tepër si anonim, sesa kjo do të thotë që jemi të prishur në ADN. Pra ne jemi njerëz me dy fytyra, njerëz hipokrit, njerëz që tani prit dhe një tjetër, se nuk e futa. Shqipëria rezulton shumë lart, në tjerat rezulton brapa, dhe te politika si ishte në 10 parat, rezulton shumë lart, gati e 7 në gjuhën e urrëties ndaj emigracionit. Është paradoks, pastaj në vendin ne jemi vend me gjysmën e popullatës emigrant dhe ne jemi njerëzit që ndaj emigrantëve përdorim fjalët më të këqija. Si shpjegohet? Ka një 10 vjet ato që s'po bien lek, po marrin mbrapsht ato emigrantë. Jo, për emigrantët tonë. Emigrantët e huaj që vinë në Shqipëri. Për personat mendova e mora si Po, absolutisht. Kundër afrikanëve, kundër... Kjo është kriminale, me thëmë. është absolutisht kriminale. Dhe ky është element i pastër racizëm. Ndoshta racizëm ndaj racave tjera, apo jo emigrantë. Baza është raciste, se kanë me... Po vjen nga aty këtu ke shpjeve. Po këtë si e sqaron, Oga. Racizëm ndaj racave tjera, kur ne për vete kemi marrë male, detet, kamionët, do t'i nuk gjenë Shqipëri, një njerit vetëm mos ketë. Një familjar, një të afërt, një kushëri emigrant. Është e vërtetë është një provë, sepse ne pretendojmë që nuk jemi racist, por edhe unë kam vënë re këtë gjë. Domethënë, ndoshta vjen edhe nga fakti i izolimit, domethënë gjatë izolimit. Tani ja vetëm një sekond, në 2016 kur ndodhi kriza e madhe e Alepos, ti besoj e mban mend, një pjesë e madhe e elitës Alepos u transferuan në Turqi dhe filluan të bllokohen kufirin me Serbisë dhe Hungarisë. Unë pata bërë një shkrim atëre me një foto të frikshme të një fëmije që e hidhnin mbi telat me gjëmba prindrit dhe i kërkova qeverisë shqiptare që të merrte një numër 400, 500 veta sirian, aq sa ne mund të mbanim, sa mund t'i absorbonim shoqërinë shqiptare, si një lloj respekti ndaj Europës, që na kishte marrë 2 milion emigrant në një moment tonin të vështirë. Sepse ti siç jep siç merr edhe duhet japësh, është normale. Ti nuk e ke iden asnjë koment për krahas. 100% komenteve raciste që duam ne këta të poshtër, ata janë shumë herë më të shkolluar se pjesa më e madhe e shoqërisë tonë, sepse ishin një pjesë elitare po flas. Si ne që shkojmë në emigracion të shkolluar ishin për çfarë e kishim pse ky racizëm kur ti ke marrë malet dhe Europa të ka pranuar. Atëherë, unë do ta definoja ndryshe. Më tepër se racizëm, unë do ta quaja ksenofobi, frika nga e huaja edhe në një farë mënyrë, sepse racizmi është çik më sistemuar, ka po është vërtet, nuk është kaq e strukturuar ksenofobia sa racizmi, po. Pra, për njerëz që nuk kanë dalë, zakonisht janë ata të padalët, pa ekspozuarit ndaj racave të ndryshme, më tepër është frika nga e panjohura, sesa racizmi. Pra, përpara se sa të guxoj ata të definojë që jemi racist, ne jemi një çik të pamësuar dhe të friksuar me të huajt. Megjithatë, prova do të vi sikur vërtet këta punojësit që kanë ardhur në një farë mënyrë janë të izoluar aty ku punojnë. Por nëse këto do të vërshonin rrugëve të qyteteve, aty do ta provonim neve se si çfarë qëndrimi do mbanim te. Ndodhe njëta gjë. Tani e fundit. Por kush janë? Kundra emigracionit janë italianët dhe grekët, që kanë qenë një nga rasat kanë qenë po shoqëri homogjene. Po të shkosh në Angli, kanë gjithë respekt as pyet njëri nga jeta. Po sepse kanë qenë koloni. Pikërisht pra, Hollanda, Portugalia, sa më të zhvilluar të jenë vendet, Franca, Anglia kanë kulturën e kolonive. Aq më pak fobira kanë ndaj të tjetrit. Sa më të zhvilluar të jenë njerëzit. Italianët kanë emigruar, italianët kanë ndërtuar komunitete italiane në Amerikë, komunitete italiane në vende të ndryshme. Pra kanë qëndruar brenda atij grupi të vet që normalisht i thekson përsëri këtë edhe shqiptarët ka komunitete pafund për shembull në Amerikë, në Itali, që lagje shqiptarësh praktikisht. Sa më shumë ti jesh i shkëputur nga realiteti se ti duhet të integrohesh, ti je realisht një imigrant, gjithmonë mund të jesh emigrant, por ti duhet të integrohesh në shoqëri që ti të bësh atë ciklin. Po shkove në Venecia dhe s'di shqip ngelen rrugë. Se me italisht dhe mbaron në i punë, po me anglisht e me këto pare. Po ti të gjë kanë pasur edhe italianët dhe grekët. Enida, është diçka për të? Po, kisha. Ja një minutë, po. Dhe mendoj që, duke u kthyer gjithmonë te gjuha e urrëties, do thosha që sa më shumë individualizëm dhe sa më shumë kohë përpara kompjuterit, aq më shumë do t'i izoloj njerëzit, do t'i shty drejt kësaj gjuhe të urrëties. Sa më shumë duke ndenjur në komunitet, duke ndenjur në natyrë, duke u stopuar përpara se sa të reagojmë, pra të reflektojmë para se të reagojmë, do na bënte mirë si shoqëri. Unë i flas brezit të ri që mund na shikoj, ndoshta në një pjesë në TikTok që mund dali këtu, e rëndësishme është mos të reagojmë menjëherë, sepse kjo ka impakt.
dhe mos ta përjetojmë kaq shumë atë që Ma Floriana, e mamën përpara kur uleshe me në tavolinë, thoshin kush ikën I pari e ha, me atë do merremi. Atë do fillojmë. Ka qenë traditë Shqipëri. Ishte në tavolinë, po shumë gocë e re për ta majtë me këtë gjë. Ti e man me këtë Shako, sa të kam shaun ty kur ike. Enida, nga ana ligjore, mund të ketë në një aksion, apo është I pamundur? Jo, efektivisht ka. Thjesht që ne nuk dim të përdorim instrumentat ligjore. Moza Syblun, si ta përdorësh, Atëherë, kjo hyn në atë që është koncepti I cybercrime. Efektivisht, në sistemin tonë me ligjin e sigurisë kibernetike dhe ajo që është ndërlidhja pastaj e neneve dhe ligjeve qoftë kodit penal, qoftë civil për dëmshpërblimin, ka një hapësirë. Çfarë do të thotë? Do të thotë që në denoncimin që I bëhet tek krimi kibernetik, ato arrin ta gjurmojnë nëpërmjet adresave të IP-s zakonisht bëhet kjo, ku ndodhet subjekti I cili ka vënë në jetë këtë fyerje apo shpifje. Dhe dënohet. Tani, tek dënimi është gjithmonë me iniciativën e palës. Shpeshherë, këto anonimët, përveç që janë në Shqipëri dhe I gjen, ju garantoj që ka shumë raste që kanë bërë denoncimet dhe I kanë gjetur dhe janë dënuar, kuptohet në masën që janë kundravajtje penale. Sa është dënimi? Pra nuk ka burg, po nuk ka dënim me burg, sepse këto janë depenalizuar, që do të thotë që janë vetëm me gjobë. Janë vetëm gjobë, po gjoba shkon dhe Sa është gjoba? Sa është gjoba? Gjoba shkon në rastin e fyerjes, për të qenë saktë, shkon deri në 3 milion lekë të reja, që janë 30 milion lekë të vjetra, apo 30 Ti do kështë bënja 1 milion me gjitha do të shara aty për dasmën. Po? Që ka për të marrë parasysh. Ndërsa për shpifjen, që është pak më e rëndë në kuptimin e trillimit që bëhet duke shkatruar dhe jetën e tjetrit në një mënyrë, është dhe themi që më jepet edhe këtu në këtë rast jepet deri në 30 milion, po kur është në bashkëpunim. Janë të dyja ekuivalente, por shpifja është më e rëndë sepse kemi shpresa nga Vetingu se unë kam qenë në një gjyq edhe s'po konsideruan fare. E mirë pasaj varet tani po kemi si ndërto. Duhet që marrë një dën avokate dhe... A I marrin parasysh këto denoncime? I marrin parasysh, sepse tani, I marrin parasysh. Po zoti I marrin. Boj blogo njëri dhe shqip Si e ndërto. Jam likuar asnjëherë, megjithatë shpesh më kanë thënë. Po pritë të mbarojni da, po? Atëherë, kjo është një gjë është e rëndësishme edhe për njerëzit që të frenohen pak, sepse nga ideja që nuk dënohem, nuk më gjejnë gjë dhe japin gojës pa frena. Dhe kjo është absolutisht e papranueshme. Atëherë, mjafton të dish si të mbledhësh të gjitha ato sharje dhe fyerje. Zakonisht prokuroria aktivizohet kur kemi të bëjmë në rastet më të rënda që lidhen me përndjekjen në këtë rast. Po, e di, jo me një koment. Njëjti profil I cili fillon në mënyrë të vazhdueshme derisa ty realisht mund të krijoj pasoja në jetën tënde të përditshme. Pra që ta them unë Enida, ju a them atyre që shkruajnë, nuk më qifeni dot mas Toni Montanës. Se po të vikan brapa të gjejnë. Po, dhe them dhe gjë tjetër, që ta dish burro, qofse të kanë I dritat edhe se ke pa, në fund, Toni Montanën e vrasi. Po! Enida, falenderit, Oga, falenderit. Unë falenderoj dhe të 5 tuarit në studio, në kalem spotet 2 dhe publicitare në pjesën e 3, një histori interesante, histori tipike e emigracionit shqiptar të viteve 90. Unë kam sjell shumë studion e mësirë dhe opinion së fundmi, persona që kam pasur një histori të trazuar tjetës tyre, në momente janë larguar duke u arratizur nga Shqipëria, janë larguar duke kaluar malin, duke kaluar detin me anijet e mbushura plot apo me gomone, si? Një supervajzë e zonja, dhe vetëm bakë dhe vlajnë e ka kampion të Shqipëris. Dhe vlajnë, tra njerë, vëribollit. Po Ema është realisht një super talent shqiptar I modës, realisht super talente, me klasë shumë të lartë.